Zoni ishte e njohur për strategjinë e saj të qartë, për mënyrën si provokante dhe si dinte të hynte në psikologjinë e tjetrit. Shumë shikues e kanë cilësuar si lojtare që ka bërë çorap Shqipërinë një metaforë që nënkupton ndikimin e saj të madh në publik, në debatet mediatike dhe në rrjetet sociale. Ajo krijonte situata, nxiste reagime dhe shpesh i vendoste të tjerët në pozita të vështira. Kur Monika filloi t'i kërkonte Rogerit që të dilte nga shtëpia, situata mori për masa të tjera. Kërkesa e saj nuk ishte vetëm një fjalë e thënë në nerva, ajo u përsërit dhe u shoqërua me presion emocional, diskutime të forta dhe tension të vazhdueshëm. Për një person që kishte ndërtuar imazhin e tij mbi forcën dhe qëndrueshmërinë, kjo u kthye në një sfidë të madhe psikologjike. Shumë e pan largimin e Rogerit si një rënje prej strategjisë së Monikës. Ideja që një burr me profil të fortë, që theksonte krenarinë dhe qëndresën, u ndikua deri në pikën sa të